Studio. Në votimi, qarku Dibër 119, në qarku Durrës 238, qarku Elbasan 377, qarku Fier 273, qarku Gjirokasë 164 qendra votimi, qarku Korç 275, qarku Kuks 119 qendra votimi, qarku Lezhë 117, qarku Shkodër 246 qendra votimi, qarku Tiranë 615 qendra votimi, qarku Vlorë 341 qendra votimi. Nëse krahasoni qendrat e votimit për të cilat ka përfunduar procesi i numërimit dhe vlerësimit të votave në raport me numrin total të qarqeve respektive, duket që procesi nuk ka shkuar mirë në qarkun e Beratit, në qarkun e Dibrës, në qarkun e Durrësit dhe në qarkun e Fierit dhe të Tiranës. Është mbyllur në tërësi procesi i numërimit për 22 bashki, duke përfshirë edhe bashkinë e Vorrës, Delvin, Finiq, Himar, Konispol, Rogozhin, Fusharës, Puk, Has, Shijak, Devol, Kolonj, Pustec, Këlqyr, Libohov, Memaliaj, Tepelen, Përmet, Poliçan, Skrapar, Cerrik dhe Prenjas. Në lidhje me KZAZ-t, kemi këtë informacion, janë 24 KZAZ nga 93 gjysej, të cilat e kanë përfunduar procesin e numërimit dhe të tabulimit të rezultatit për subjektet zgjedhore dhe kanë vendosur për shkak të lodhjes së këtyre 2 ditëve, po 24 orëve të fundit të themi, të fillojnë nesër me procesin e numërimit të votave për kandidatët e listës së hapur. Kemi patur një ndërprerje të procesit numërimit në 2 KZAZ të Fierit, KZAZ numër 58 dhe 60, me ndërhyrjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka rifilluar procesi i numërimit dhe vlerësimit të votave në këto 2 KZAZ. Në 2 KZAZ, në atë të Pustecit dhe Devollit, ka përfunduar procesi i numërimit si për partitë politike dhe koalicionet, ashtu edhe për kandidatët. Në përgjithësi, procesi i aspekti dokumentar i procesit të numërimit dhe vlerësimit të fletë votimit ka shkuar shumë mirë, por ashtu sikurse edhe në zgjedhjet e tjera vazhdojmë të kemi problematika me ecurinë dhe me vazhdimsinë normale të këtij procesi. Për pjesën më të madhe, në pjesën e vetë më të madhe, kjo ecuri është kushtozuar nga dalë është kushtozuar nga lodhja e numëruesve dhe anëtarëve të KZAZ-s. Një pjesë jo e vogël e tyre kanë qenë komisioner gjatë ditës së votimit dhe është dashur kur kanë përfunduar procesin e votimit dje të kryejnë edhe detyrën e numëruesit. Me këtë rast dua t'ju bëj thirrje partive politike të cilat kanë antar në grupet e numërimit dhe në komisionet zonal të administrimit zgjedhor që të organizohen dhe të marrin masa për të ndryshuar antarët e grupeve të numërimit veçanërisht. Dhe në ata e dinë se cilët njerëz kanë propozuar dhe kanë të angazhuar në procesin e numërimit, do të duhet që të ndërtoj një sistem me turne. Nuk mund të lejojmë ndërprerjen e procesit të numërimit të fletëve të votimit dhe vlerësimit të votave. E kemi bërë këtë komunikim në fakt drejt për drejti edhe me përfaqësues të partive politike. Për sa i përket votimit jashtë vendit, kemi vlerësuar deri tani dokumentacionin zgjedhor të 13.946 zarfeve nga 194.889 në total. Për qarkun e Beratit janë 1.489 zarfe nga 12.348, për qarkun Dibër janë 482 zarfe nga 7.495, për qarkun Durrës 769 zarfe nga 20.000, kjo duhet të jetë gabim,
Për qarkun Elbasan 2225 nga 19602, për qarkun Fier 2512 nga 26204, qarku Gjirokasë 189 6638, qarku Korç 189 nga 16228, qarku Kukës 1113 nga 2896, qarku Lezhë. Se qanë. Rikthemi pra janë raportimin që bën në kohë reale kryetari